Mirëmëngjes miq, jemi këtu në Sodoll, jam ke qershit e mia, kam dhe ca pemë pa mbaru, do i mbaroj sot, kam rreth nja 30 copa që kanë ngel, do i mbaroj dhe do u tregoj një të shi se si duhet. Ndiqe. Sa e ku mbaru, do iti ka arë, si se të rata tjera. Si pastrem mrenda. A gjëven gomat në bëjt konat. Jakshtin. Kameramane, kam mamin tim sot. Një po më merë shumë pare sa e që më filmon. Do të marrë diko tjetër dhe dhëtë 10.000 lek për 10 sekonda. Po qa do e paguj se prap një të fen. Gjithmonë pëmën e shojmë nga larg se qana duhet me bo dhe presim ato dega që mendojmë që e lirojmë pak, e lirojmë si pëmë, si tajrosët, futen, brenda ilaqet, qarkulloj dilli rreth 75% në pemë, sepse nëse dielli nuk qarkullon minimumin e 70% të pemës, nuk kemi fruta cilësore dhe të shishëm. Do ta bëj pak në shërë të tjera, se nuk arrihet. Nuk e lëmë shumë të zgjatët, do e ullim, që t'ja rrim, jo më lartë, 4 metrë maksimumi i qershin, nuk e lëmë më shumë. Vetëm një pemë atje që kanë tregu nuk e krasit, tjera t'i trajtoj me krasitje, sepse i bëjnë frutat më të mirë. Në cilësor, sepse s'ka nga kesën e duhur. Ja pra miq, këtë proces puni kemi sot këtu në fshatin tim të baqa ime. Respekt e maraklie ju përqafoj gjithve. Ja të shi do të bëjmë njëra pas tjetrës gjitha këto që kanë ngel dhe do të fusim një plerim përsëri dhe do jetë gati. Pas krasitjes, nesër ose pas nesër do t'i bëjmë me ilaqin, dimror dhe do t'jenë gati. Respekt.